Po, unë mendoj që nuk ka asnjë justifikim vanesa e thirrjes së seancës, për arsye se Kosova lëngon që me vite tani në mungesë të krijimit të institucioneve që të punohet dhe të ketë rezultat një qeverisje e ndershme dhe një qeverisje me mandat të caktuar ose me mandat të mandatuar nga Parlamenti i Kosovës. Unë mendoj që është e pa justifikueshme dhe nuk do duhet ta zhagiste presidentja thirrjen e seancës deri në këtë kohë. Nuk ka pas ndaj tentativë serioze njeriu ose atij që i takon krijimi i institucioneve, edhe do duhej që takimet të ishin të përsëritura dhe mendoj që për çdo ditë të kishte tentativa për të krijuar institucione të editshme. Na nuk kemi pranuar ndaj ftesë të dytë përpos ftesës të parë dhe pozicionit tonë që kemi menduar që Partia Demokratike do të ishte edhe për Parlamentin, po edhe për Kosovën një parti opozitore. Se sot jo, se cila është logjika që sot e mërkur dilet, e thuhet se të premten do ta shpalli datën, do t'ju njoftoj për datën. Pra është një lojë jashtëzakonisht e dëmshme që jep indikacione që po luajnë me skenar të bllokimit dhe skenare të kamuflimit edhe të ngritjes së konfuzionit të qytetarët, që qytetarët mos kuptojnë se kush dhe për çka është përgjegjës. Unë nuk e kuptoj, nuk ka asnjë arsye pse kuvendi nuk është thirrur deri tash, se lere më që nuk është caktuar as data, nuk ka asnjë lloj kuptimi fakti që thonë se po i lën partive kohë, ndërkaq nuk kanë asnjë takim. Partive kohë për çka? Për të shkuar në deti, për të shkuar në pushime, për të shkuar në Greqi edhe në Ulqin. Se mos thirrja e seancës konstituive mund të arsyetuhej vetëm nëse do të shërbente për arritjen e një marrëveshje politike nëpërmjet partive politike, përfshirë këtu edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit të Republikës, pra është arsyeja kryesore sepse vendi shkoi në zgjedhje apo legjislatura e kaluar e kuvendit u shpërbë. Megjithatë, zhvillimet e fundit politike tregojnë se një marrëveshje e tillë nuk është as në horizont, për arsye që PDK-ja ka bërë të qartë se nuk do të hyjë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, LDK-i ka pezulluar diskutimet me lëvizjen vetëvendosje, po ashtu AK ka deklaruar se nuk do të takohet me kryetarin e lëvizjes, kështu që në këto rrethana nuk ka asnjë arsye dhe nuk ka pas asnjë arsye për ta shtyr caktimin e seancës konstituive, për më tepër që verifikimi i rezultateve zgjedhore ka vënë në lëvizje jo vetëm afatin kushtetuese 30 ditor për konstituimin e kuvendit, ashtu drejt për drejt, mirë po në mënyrë tërthartë edhe afatet e tjera kushtetuese të përformimin e institucioneve dhe që lidhen me funksionalizimin e këtyre institucioneve, veçanti të konstituimit të kuvendit, pas konstituimit të kuvendit realisht mund të fillojë edhe afati që rrjedh për formimin e qeverisë, me pas prej konstituimit të kuvendit, sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese, fillon pra edhe që të rrjedh afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit të Republikës.